Nëse vuani nga këto probleme shëndetësore, nuk duhet të pini qumësht. Për vite është thënë se qumshti është një burim i madh i kalciumit dhe do të ndihmojë kockat tona dhe dhëmbët tonë që të jenë më të fortë. Megjithatë, ka një numër të studimeve që vërtetojnë se qumshti në fakt është i keq për shëndetin tuaj. Një studim në vitin 2014 prej më shumë se 61.000 gra që kishin konsumuar qumësht ishin në një rrezik më të lartë të thyerjes së eshtrave. Gjithashtu, sipas studimeve të mëvonshme, është treguar se pirja e qumshtit mund që të shkaktojë edhe disa efekte të tjera anësore në shëndetin tonë, duke filluar që nga fryrja e barkut. Shpeshherë mund që të shkaktojë diarre, mund të keni stomak të fryrë, mund të ndjeni dhimbje në stomak ose të ndjeni sikur jeni të sëmurë. Prandaj herën tjetër kur të konsumoni qumësht, shikoni se si do të reagojë trupi juaj.